Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, jasti ta përdorni qepën për të ulur sheqerin në gjak. Numri i rasteve të diabetit të tipit 2 po rritet me shpejtësi dhe sa i përket sëmundjes së rënde e cila kërkon një terapi të përshtatshme, duket se është mundur të rregullohen simptomat dhe gjithashtu të reduktohet niveli i sheqerit në gjak në kushte shtëpie. Ky problem shëndetësor po bëhet gjithnjë dhe më i shpeshtë dhe është një nga shkaqet kryesore dhe një zakon i varfër jetësor dhe menaxhim i jetës së çrregullt. Kjo është arsyeja pse është thelbësore të jesh fizikisht aktiv për të parandaluar, për të marrë trajtim mjekësor dhe për të kujdesur për peshën. Gjithashtu, duke konsumuar edhe ushqim të shëndetshëm, ju mund të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak, si edhe të lehtësoni simptomat e sëmundjes. Pra, çfarë ushqimi duhet të hani ju për të parandaluar diabetin e tipit 2? Një studim ka treguar se qepa e kuqe dhe e bardhë mundet të ndihmojë në rregullimin e nivelit të glukozës në gjak. Nutricionistët kanë zbuluar se duke konsumuar 100 gram qepë të kuqe, ju mund të ulni shanset për të pasur diabetin e tipit 2. Qepa e kuqe është një burim i shkëlqyer i quercetin, i cili është i rëndësishëm për shëndetin e zemrës dhe gjithashtu lufton sëmundjet e këqija. Në një studim, pacientët me diabet hanë 100 gram qepë të kuqe në ditë dhe rezultatet treguan se nivelet e sheqerit në gjak ishin të rregulluara. Qepa e bardhë dhe e kuqe mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të nivelit të sheqerit në gjak, duke i bërë ato të rëndësishme për njerëzit të cilët kanë krizë insuline ose diabet. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mundet që të jetë shumë e vështirë, prandaj çdo frut apo perime që konsumohet duhet që të jetë i duhuri. Këtu ju do të gjeni të listuar disa nga ushqimet të cilat munden të ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe të tipit 2. Peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më i mirë i yndyrave omega 3, DHA dhe gjithashtu EPA që ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti duhet i konsumojnë ato, pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Të gjelbërtat, perime si spinaçi, lëpjeta, sallata janë plot me vlera, por edhe pak kalori, duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisnin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura dhe me vitaminën C, e cila luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Kanella. Gjithashtu, kanella është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një studim vuri re se kanella arrin që të ulë edhe kolesterolin dhe nivelet e triglicerideve. Vezët. Vezët janë një paketë me vlera ushqyese. Përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht, ato ulin edhe rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu arrin që të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosi. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat me diabet. Të dhënat gjithashtu kanë treguar se konsumimi i kosit ekuilibron sheqernat në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban.
Tek personat me diabetin e tipit 2, kosti ndihmon në rënje në peshë dhe ndihmon në sistemin tretës. Arrorët. Arrorët janë gjithashtu të shijshëm dhe të pastër me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumimi rutinor i tyre arrin të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe në uljen e sheqerit në gjak. Brokoli. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e nivelit të insulinës në gjak dhe që mundet të mbrojë qelizat nga radikalet e lira të cilat prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit ndryshe mundet që të quhet balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme tek personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ekuilibron tensionin e gjakut dhe qarkullimin e tij për një zemër më të shëndetshme. Karrota dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët, lëkura dhe deri tek shëndeti i sëmundjeve të zemrës. Por, sipas ekspertëve, karrotat mbeten një nga produktet më të mira për sa i përket lehtësimit të simptomave diabeti dhe për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve, karrotat mesatare përmbajnë 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin për të marrë një sër vitaminash tepër të rëndësishme nga ky grup. Vitamina A është një tjetër vitaminë shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak dhe për këtë arsye ju duhet që të konsumoni sa më shumë karrota për të balancuar sheqerin tek personat të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Megjithëse kanë një shije të ëmbël, ju mundet që t'i konsumoni ato pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të larta karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentin e lëkurës tuaj. Përbërësit janë 800 gram karrota, 200 gram moll të kuqe, 200 gram moll jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydhini. Më pas, ruajini të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te i diabetit do t'ju ndihmojë që të aktivizoni sistemin tretës, të rregulloni presionin e gjakut dhe gjithashtu ju forcon shikimin. Gjithmonë siguroni të konsumoni ushqime sa më të shëndetshme dhe të mbani nën kontroll diabetin dhe nivelet e sheqerit në gjak. Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.